Ekzaminimi le themi, i PCOS-is, endometrioza dhe menopauzës së hershme. Endometrioza është një nga patologjitë që unë diku në një televizion kam kërkuar që ne të mbështesim Spanjën dhe të bëhemi vendi i dytë në Evropë që të gjitha vajzave dhe grave që kanë endometriozë t'u japim 3-4 ditë pushim gjatë ciklit. Sepse endometrioza është një patologji e lëvizjes së qelizave të endometrit, nëse në të gjitha gratë, kur vjen cikli, qelizat e endometrit dalin jashtë nëpërmjet vaginës, në endometrioz ato marrin një rrugë tjetër, ngjiten lart nëpër tuba, dalin nga tuba dhe futen në organet e barkut. Mund të vendosen në vezore, mund të vendosen në zor, mund të vendosen në uterus dhe në çdo cikël ato krijojnë hemorragjira. Japin dhimbje, japin pezmatime, japin ngjitje, dhimbje torturoze. Ka dhimbje gjatë ciklit, ka dhimbje gjatë urinimit, ka dhimbje gjatë defekimit, ka dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale.